13 nëntor. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Më në fund, qeveria amerikane është bllokuar, pra ka ndodhur ajo që quhet shutdown për arsye politike, natyrisht që ata që përfituan ishin demokratët, sepse fituan zgjedhjet e nëndorit, guvernatorin Virginia dhe New Jersey dhe majorin në New York. Natyrisht që demokratët kërkonin të përfitonin politikisht për zgjatjen e mbulesës Obamacare mbas epidemisë të Covid. Trumpi e quan si fitore, ka pasur një problem tjetër, për 42 ditë kongresi nuk ka funksionuar. Ka fituar një kongres grua, me votën e të cilës do të hapej dosja Epstein nga kongresi dhe spikeri i kongresit nuk ka lejuar që ajo të betojë. Është betuar dje, do të fillojnë që të dalin nga dosja Epstein. Nga Komisioni Mbikëqyrjes, demokratët kanë nxjerrë 20.000 faqe duke akuzuar që presidenti Trump ka pasur dieni për trafiqet dhe skandalet e Epstein. A ka ndonjë shkelje ligjore deri këtu? Duket se jo. Por me kalimin e rezolutës nga kongresi do të dali shumë herë më tepër nga dosja Epstein, ku Trump duhet jeti përfshirë. A e dëmton dot politikisht? Kujtojmë kohën kur skandali i Bill Clinton me Monica Lewinsky nuk prodhoi asgjë politikisht. Problemi që ka Trump është që i kanë rënë pollet, sipas Reuterit sot, 33% amerikanëve besojnë se ai po kryen diçka pozitive për ekonominë dhe government. Në qoftë se shikojmë, papunësia është 4.3%, ndërkohë që në kohën e Bidenit ka qenë 4.1%. Pak ka ndryshuar. Çmimi i benzinës, i naftës ka rënë rreth 1% më pak, ka rënë çmimi i vezëve, por është çuar çmimi i biftekut, siç thuhet. Në përgjithësi, ekonomia nuk është në formë të tmerrshme keq. Thuajse njësoj në kohën e Bidenit, por kanë kaluar vetëm 10 muaj. Natyrisht që gambling i madh i zotit Trump janë tarifat. Në qoftë se Gjykata Supreme do t'i kthejë mbrapsht, do të ishte një shkundje për administratën e tij. Në luftën me korporatët e mediave është fitues. Javën tjetër MSNBC nuk do të funksionojë më si MSNBC, por MS Now. Është shkëputur nga kompania që është pronare me trustin e madhe të bërë nga zoti Trump. Ka gjasa që të hedhin gjyqit e BBC-n, BBC nuk e sheh askush këtu në Amerikë, por më tepër Trump dihet që ka hedhur në gjyq për shembull edhe Wall Street Journal, pronari i cilit është pronari Fox News, Murdoch me $1 miliard. Nuk ka gjasa që të ndodh. Është strategjia e Trump, i cili akuzohet nga majta që vazhdimisht gënjen, mashtron, e ka si strategji. Tha që me mbylljen e qeverisë, ekonomia Amerika ka humbur $1.5 trilion. Mbështetur ku? Por tek njerëzit e tij ajo funksionon. Ja kam thënë disa herë që njeriu beson ato që don të besojë. Ç'po ngjet në atë fshatën e vogël Ballkanit? Kërkon Rama të sfumojë aq sa mundet injorimin e madh që vjen nga partneri kryesor strategjik Amerika. Këtë radhë ka bërë një vizitë Gjorgjia Pjepri, vazhduese e partisë Duçës e riformuar, pret vazhduesin e partisë Enver Hoxhës jo të reformuar. Jo estetik, aq më tepër që ti përfaqëson një qeveri të majt radikale, ajo përfaqëson një qeveri të djathtë radikale. Çfarë i bashkon? Korrupsioni, asgjë tjetër. Sepse korrupsioni është ajo në shëngjit. Vizita e saj private në jugun e Shqipërisë, ku nuk ka lënë qenë mace kinez, vietnamez, indian, pa ka fshuar trojet pronë shqiptarëve.
të cilët Rama i përbus. Ju kam thënë që ka planifikuar ose kishte planifikuar, do të kishte dashur të vinte në datën 18 dhjetor në Manhattan. Vizitë tërësisht private, familjare, natyrisht me kontakte, me takime, me të gjitha ata që pastrojnë investimet fsheta këtu. Dje fola pak për rolin e Greqisë në politikanët e lartë majt, nisur që në vitet 90, të investuar në 2 kryeministra të paktën, dhe rasti i Lubis, si që thot Oksan Berisha, është për case në universitet, nga një ndihmëse shtëpiake, thot një gazetë e madhe greke, në zëvendës kryeministre e Shqipërisë. Rasti tjetër është flagrant me ministrin e mbrojtjes, i cili vjen nga drejtori i portit, njeriu Lubis, Don Bongino, ka hetuar trafiqet që vinë pikërisht nga i port, Amerika, FBI, di çdo gjë. Ajo deklaratë se do të prodhojmë drone me Izraelin për të mbrojtur samitin e NATO-s është prrë. Nuk mund samiti i NATO-s kur vjen njëshi i botës në të tjerë ta lërë vetën të mbrohet nga mbrojtja shqiptare që thuaj se nuk ekziston. Kufin tani mbron Greqia. Vendi NATO-s, vend mik, ligji i luftës nuk ka hikur. Asnjëherë nuk kanë pranuar drejtën e çamërisë, e drejtë legjitime. Pralla që jemi në NATO bie sepse dhe Turqia me Greqinë, NATO kanë qenë për u vranë për Çipër. Jemi me fat që jemi me Amerikën, por mungon deklarata e partneritetit strategjik është pezulluar me Kosovën, asgjë me ne. Nuk thuhet, nuk përflitet. Natyrisht që Rama dhe Balluku janë një dyshe e zhytur në korrupsion madhor. Fakti që nuk po e shkarkon Balluku, ose Dumani nuk po shkon të kërkojë arrestimin e saj, tregon që ka një suport madh nga Mitsotakis, nga klanet greke, të cilat duan të kenë ndikim të madh në Shqipëri. Kanë pasur shumë pas viteve 90. Ja thash dhe dje, forca e lobit grek ka rënë këtu. Grekët nuk janë më lobi kryesor është lobi hebre-izraelit, sepse grekët tani nuk janë më grek, kanë martesa ndërratësore me etni tjera dhe lobi tyre nuk është më i fuqishëm siç ka qenë dhe na ka dëmtuar në mënyrë shumë të madhe. Nga i lob ka shumë të investuar në politikën shqiptare. Majtas më shumti, por dhe djathtas. Nuk është rastësi. Kur hapej ambasada për herë të parë në Washington, zyrat e kishte në një pallat ku pronari ishte grek. Grekët kontrollonin diplomacinë shqiptare. E gjitha nisur nga Sofokli Lazari, personi i cili spostoi Hoxhën që të prishej Mekinën në favor të Greqisë, me qitje shumë të largët. Nuk do të ishte Selaniku bazat detar, porti më i madh me investime kineze. Do të ishte Durrësi ose Vlora. Me investimet që po ndodh tani, me skandalin që ka dalur edhe në veri, përsëri përfshir Lubia, ku gjoja është firma amerikane, zyrat i kanë Beograd, të regjistruar në parajsat fiskale. Dje dëgjova që Lubia ka kaluar në një emision $6 milion në Zvicër. Nuk është e lehtë të kalosh në Zvicër, në parajsat fiskale po. Gjasat janë që po qarkullohet Manhattan. Personat që kontrollonin milionat me $100 milion, ametaj fuga. Si lidhet Lubia këtu, nuk është rastësi që Rama të mbaj afër dhe të bëj një lloj karshilliku drejtësisë
duke pozuar me të, duke pirë kafe, ç'na kujton kohën e kur hanë njëri tjetrin partia e tyre, me Beqir Ballukun, Kadri Azbiun, Abyl Klezin, Petri Dumën, Enveri i gradonte përpara se ti këpuste kokën. Stili vjetër i tyre. Nga emailët që kam, në kanalin tim, ju përgjigjem atyre që janë members, ata kanë drejtë të bëjnë komente. Është e drejta për të respektuar ata që respektojnë kanalin me një pagesë modeste mujore. Pa sponsor nuk ekziston asnjë program, deri tani falas mbas një pasionit të madh për të mbajtur komunikimin me ju. Ju falenderoj që na ndiqni. Në fund të videos mund të subscribe, abonohuni në kanal, duke qenë i abonuar, i vijnë notifikimet për të na ndjekur çdo ditë. Edhe pse lobi grek është dobësuar këtu, Greqia ka ndikim të madh në qeveritarët shqiptar, në parlamentin shqiptar, edhe Peleshi, dhe ndërkohë aq paqësor me Vučić, pa kuptim. Kudo në Shqipëri.